13 janar, miqësia e vërtet. Njeriu që ka shumë shok, ka ta ndiset keq, por ka një mik që është më i ngushtë se një vëlla. Fjalët e urta 18:24. Askujt nuk i pëlqen të ndihet vetëm dhe pa asnjë mik. Të gjithë ne e pranojmë rëndësinë e miqësisë dhe dhuratën e paçmueshme që mund të jetë një mik i vërtet. Miqësia e thellë, miqësia e karakterizuar nga qëndrueshmëria, ndershmëria dhe ndjeshmëria, është standardi që na paraqet Bibla. Solomoni thotë se një mik i vërtet është gjithmonë besnik, pavarësisht nga rrethanat. Miku do në çdo kohë. Fjalët e urta 17:17. Ne i shohim miqtë tanë pikërisht ashtu siç janë. Prap se prap, besnikëria jonë ndaj tyre mbetet e qëndrueshme. Për më tepër, miqtë e sinqertë janë të gatshëm për t'u plagosur, në mënyrë që miqtë e tyre të bëhen gjithçka që Perëndia ka ndërmend që ata të jenë. Besnike janë plagët e një shoku. 27:6. Kjo mund të mos na pëlqejë, por secili prej nesh ka nevojë për miq që do të na bëjnë llogaridhënës, atëherë kur gabojmë, dhe secili prej nesh është i thirrur për të qenë vetë një mik i tillë. Duhet gjithashtu të kemi parasysh mënyrën se si e përdorim gjuhën tonë. Siç thot Pali, asnjë fjalë e kalbur mos të dalë prej gojës suaj, por vetëm nëse ka ndonjë fjalë të mirë për ndërtim, me qëllim që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Efesianëve 4:29. Një zemër mund të thyet, qoftë edhe me një fjalë të vetme, por mund të duhet një jetë e tërë për ta shëruar atë. Burrat dhe gratë që i marrin seriozisht këto parime, mund të pyesin: a ka me të vërtet ndonjë mik që i mishëron karakteristika të tilla? A njon ndonjë që është gjithmonë po ai, që më qorton me dashuri, që do të më trajtojë me hir dhe ndjeshmëri në të gjitha ndërveprimet e veta me mua? Dhe përgjigja e këtyre pyetjeve gjendet, përfundimisht, në personin e Krishtit. Është e mahnitshme se sa i gjerë është rrethi i miqve të Zotit Jezus. Ai u miqësua me individët më të çuditshëm. Ndaloi në një pemë për të folur me një tagrambledhës. I kërkoi ujë një gruaje imorale. Preku një lebros. Dashuria e tij ishte e qëndrueshme. Ai ishte i përgatitur të thoshte fjalët e së vërtetës. Sado sfiduese që mund të ishte kjo gjë, ai i ngriti të tjerët lart. Mbi të gjitha, ai i deshi miqtë e tij, aq sa të jepte jetën për ta. Gjoni 15:13. Ai është miku i mëkatarëve. Çmik na është Jezu Krishti. Në çdo rast, ai na mbron. Ç'privilegj t'i shpihem Zotit. Gjithçka që zemrën na e lëndon. Miqësia e Jezusit është standardi i artë për tonat. Si miq të Krishtit, ne jemi thirrur për t'i dashur të tjerët dhe për t'u miqësuar me ta, ashtu siç veproi ai. Në fakt, Jezusi tha: ju jeni miqtë e mi, po të bëni ato që unë ju urdhëroj. Gjoni 15:14. Ne duhet të shfrytëzojmë çdo mundësi për t'i përfshirë në miqësinë e tij ata që janë pa miq dhe të dëshpëruar. Jetojmë në një botë ku njohjet janë shpesh të panumërta dhe miqtë e Facebookut janë të shumtë. Mirë, po kjo nuk është miqësi e vërtet. A ke miq që janë besnik, të ngushtë dhe si Krishti? Nëse ke, vlerësoj. Nëse nuk ke, lutu për disa. Dhe sot, ji një mik i tillë për të tjerët. Pikërisht ti mund të jesh përgjigja për vetminë e dikujt, ose ai që mund ta shpëtojë dikën nga rënimi.